Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allah në falenderoj pejgamberit alayhi salatu wa salam, salatu dhe salam i dërgojmë. Ndërëm vllazën, kemi arritur tek ajeti 99 i surës El-Kehf, duke komentuar dhe duke nxjerrë disa dobi prej këtyre ajeteve. Në ajetin 99 Allah thot: "Wa tarakna ba'dahum yawma idhi yamuju fi ba'd." Atë ditë, pra në ditën e Kiametit, do të bëjmë që ata të përzihen me njëri tjetrin sikurse valët e detit. Kush janë për qëllim ata? Ka dy komentime. E para janë për qëllim Ya'juj dhe Ma'juj. Pra kur të afrohet Kiameti dhe të thyet ajo penda që e ka vendosur Dhulkarneini si pengesë për Ya'juj dhe Ma'juj, kur të dalin ata nga numri i madh i tyre, ata do të vërshojnë çdo sen dhe do të kalojnë mbi njëri tjetrin, sikurse valët e detit. Dhe e dyta janë për qëllim njerëzit, krijesat, të cilët kur do të ringjallen në ditën e Kiametit për të tubu dhe për të dalë para Allahut, nga numri i madh i tyre do duken sikur se janë valët e detit. Pastaj Allah i Madhërisht thot: "Wa nufikha fi sur", dhe do t'i fryhet surit. Çka është suri? Një arabi, një njeri te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha më sur. Tha: "Çka është suri i dërguar i Zotit?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam ju përgjigj duke i thënë: "Qarnun yunfakhu fi", është një lloj brinje që do t'i fryhet në të. Kush do t'i fryj kësaj lloj burie? Kësaj lloj burie apo këtij lloj brinje do t'i fryej Israfili, që është melek gjigant dhe është një prej melekëve që Allahu e ka përmendur me emër në Kur'an. Melekët ndërmjet vllazën janë krijesa madhështore. Janë krijesa të krijuara nga drita që janë në bindje të vazhdueshme ndaj Allahut. Ato kanë detyra të ndryshme dhe janë krijesa me krijimtari të ndryshme, në kuptim që ka melek që Allah thot janë me 2 palkra, me 3 palkra, me 4 palkra, e Gjibrili a.s. ka 600 palkra. Pra, madhështia e tyre, krijimtaria e tyre është e ndryshme në fizik, edhe pse përbërja e tyre është e njëjtë, pra janë nga drita. Janë krijesa të krijuar nga drita. E këto melek kanë punë të ndryshme dhe detyra të ndryshme që i kryjnë me përpikmëri. Për shembull, ka melek që Allahu i ka ngarku për mu përkujdes për robërit e tij, për mi shkruaj veprat e tyre. Ka melek që Allah i Madhërisht e ka ngarku për mi amor shpirtat e tyre. Ka melek, që është Israfili, që Allahu e ka ngarku për me i fry surit. E pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë që prej asaj dite që Allahu e ka ngarku Israfilin për me i fry surit, ai është me shikim nga arshi, duke e prit urdhrin e Allahut se kur pe urdhëron për me i fry surit, që me i fry dhe mos me javënu asnjë çast urdhrën e tij. Madje Allah, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë në këtë hadith që as çerpikun e syrit nuk e lëviz Israfili, nga frika se kur ti mshjelet çerpiku i syrit, po themi ne kushtimisht, ndoshta çatëherë e urdhëron Zoti e avanon 100 e sekondit urdhrin e Allahut. Pra më ndërmjet vllazën, Israfili friksohet me lëviz çepallën e syve, si pasojë se mos po më urdhëron Allahu e unë javanoj Allahut urdhrin, jo për mos me kry, po javanoj. E ku jemi ne krijesa të dobta? Ku jemi ne krijesa që ndoshta lavdrohemi me adhurimet tona, që ndoshta lavdrohemi me punët që i bëjmë, e ndoshta shumë prej tyre i bëjmë shkeleshko, e shumë prej tyre i vanojmë e kështu me radhë. Shikoj, melek gjigant po friksohet vetëm çepallën e syrit me lëviz, nga frika se kur ta urdhëron Allahu, ai ndoshta s'do të ketë mundësi me njëherë me ia çu Allahut urdhrin e vet. Pra Israfili do t'i fryt surit. Kur t'i fryj në herën e parë, pra 2 herë do t'i fryhet surit. Kur t'i fryhet surit në herën e parë, do të shkatërrohet çdo sen që është në tokë dhe në qiell përpos asaj që don Allahu. Pra do të shkatërrohet gjësia. Pastaj, pas në periudhë 40 që ka cekur pejgamberi alayhi salatu wasallam, e që është pyetur Ebu Huraira se është për qëllim 40 vjet, a 40 muaj, a 40 ditë, ka heshtur dhe nuk e ka ditë, nga se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka dhënë detaje për ta. Pra pas një periudhë 40, atëherë do të bëhet fryrja e dytë e surit, që është për qëllim këtë ajet kuranor. Pra do t'i fryhet surit për herën e dytë dhe do të ringjallet çdo sen që ka vdekur. Pra Allah i Madhërisht kur ta urdhëron Israfilin me i fry surit për herën e dytë, secili shpirt do të shkon tek trupi që ka qenë në këtë dynja. Pra Allah i Madhërisht do ta sjellë një shi
që prej atij shiu do të binë njerëzit ashtu siç binë bimët. Pra do t'i krijon edhe një herë Allahu njerëzit, do t'i ringjall e pastaj kur t'i fryhet surit, secili shpirt do ta gjejë trupin e vet dhe kjo padyshim tregon për forcën dhe madhështinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allah po thot: "Wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a." Dhe kur t'i fryhet surit për herën e dytë, atëherë do t'i tubojmë njerëzit, do t'i tubojmë për me dalë para Allahut të Madhreshëm, siç ka thënë Allahu i Madhreshëm në surën El-Waqi'a: "Kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqatin yawmin ma'lum." Këtë prej të parit deri te i fundit kemi më tubu për me dalë para Allahut të Madhreshëm. Qofshin ato njerëz, qofshin ato kafshë, qofshin shpend, çdo sen që Allah e ka kriju do ta ringjall për me dalë para madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Pastaj Allah thot: "Wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirin 'arda." Pastaj xhehenemin do t'ja sjellim që me pa haptazi pa besimtarët dhe mohuesët. Pra para se me hin xhehenem, pa besimtarët do ta shohin xhehenemin. E pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar në hadithin të cilën e transmeton Imam Muslimi nga Abdullah ibn Mas'udi që xhehenemi në ditën e gjykimit do të sillet. E ky xhehenem është i lidhur me 70.000 zinxhir. E në secilin zinxhir janë duke tërhequr nga 70.000 melek gjigante. Pra më për çfarë krijesë madhështore të madhe me duke fol, të mërshme. Xhehenemi do të sillet ku njerëzit, ata mohuesit, do ta shohin vendin e tyre se ku kanë me hi para se me hi. Pra kjo do t'ja shtoj frikën, të merren edhe më shumë kur ta shohin dhe ta ndëgjojnë vërshimin e tij, do ta ndëgjojnë ushtrimin e tij të tmerrshme. Pra kjo është si një lloj parapërgatitje se çka ju pret juve dhe çka ku keni me hi për shkak të mohimit që ma keni bën. Pra xhehenemi do të sillet dhe pabesimtarët do ta shohin në ditën e gjykimit. Pastaj Allah po thot: "Alladhina kanat a'yunuhum fi dhitha'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a." Pra kush janë ata njerëz për të cilët do të merrohen kur ta shohin zjarrin si parapërgatitje para se me hin ta. Janë ata të cilët kanë pas sy, por në syt e tyre kanë pas pengesë, po ashtu edhe në vesht e tyre kanë pas pengesë, nga se e kanë merituar që Allahu me ja volos zemrat e tyre që mos me pa atë çka ju udhëzon dhe mos me ndëgju ato fjalë të cilat do të shërbejnë si udhëzim për ta. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Pasi që ata devijojnë, e meriton devijimin, Allahu i devijoi edhe më shumë. Pra, ata njerëz të cilët kanë pas sy në këtë dunjë, po nuk e kanë pa drejtën, kanë pas vesh, po nuk e kanë dëgjuar dhe ja kanë kthy shpinën udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala, a ditë Allahu po thotë që do t'i sillet xhehenemi dhe do t'i paraqitet për me pa para se me hin ata. Pastaj Allahu i Madhreshëm po thotë: "Afa hasiba alladhina kafaru ay yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirin nuzula." Po e bën një pyetje retorike. Po thotë: apo mendojnë ata të cilët kanë mohu se mund t'i zgjedhin robërit e mi si ndihmtar, si mbrojtës? Pra, në vend që të marrin mu si mbrojtës, i marrin dikant tjetër. Thotë Allah: për këta kemi përgatitur xhehenem. Për këta vendi i tyre është zjarri. Pra ne, ka njerëz që i besojnë pejgamberëve. Ka njerëz që i adhurojnë pejgamberët. Tash këta mendojnë se pejgamberët kanë me ndihmu në botën tjetër. E pejgamberi, njeriu që i shoqëron Zotit shok, e ka mek apo armek? Padyshim që e ka armek. E çish ka mundësi më ndihmu kë? Çish ka mundësi kur ti armek e Zotit? Prandaj Allah po thotë: çish keni mundësi ju më morë robërit e me për mbrojtës? Pra më ndërron vllazën. Ibrahimi alayhis salam thuhet që kur është hedhur në zjarr, ka se për shkak të zjarrit të madh që e kanë bë, nuk kanë arrit me afru me durët e tyre, por e kanë hedh me katapult. Thuhet se sa ka qenë në ajër, ju ka paraqit Xhibrili dhe i ka thonë: a ki nevojë për ndihmë? Çka i tha Ibrahim alayhis salam? Edhe në këtë moment, janë çet moment ka pas nevojë për ndihmë? Ja kur? Mi për çka tha? Sa i përket ndaj te jo. Mirë po tha: hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tha: i mbështetem Allahut. Ndihmën, mbrojtjen e kërkoj vetëm prej Allahut. Andaj Allah po thot për ata që marrin si mbrojtësa, si ndihmëtar dhe duke i shoqëruar Zotit shok në këtë botë përmes tyre, Allah po thot që për ta kemi përgatitur si vend banem, kemi përgatitur zjarrin që është dënim jashtëzakonisht i madh, Allah na ruaj. Pastaj Allah po thot: kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apo dëni më informu se kush janë njerëzit më të humbur
më të pakënaqur me veprat e tyre në botën tjetër. Pra ne kanë punuar këtë botë janë lodh, mirë po në botën tjetër do të janë prej njerëzve më të humbur, edhe pse janë lodh. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Janë ata të cilët janë lodh këtë botë, kanë punuar këtë botë. Mirë po në botën tjetër prap shpresojnë se kanë bërë diçka. Mirë po në botën tjetër wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an manthura. Krejt ata punë që i kanë bën i do të bën hije plan. Pra asgjë nuk do t'i paraqitet. Janë lodhën këtë botë. Por pse nuk do t'i paraqitet? Nga se i kanë bën Zotit shok. Pra kanë pas mangësi të tauhidin e tyre, në besimin e tyre. E një njeri që ka mangësi në tauhid nuk e ka besimin e sakt, nuk e ka besimin në rregull, padyshim që Allahu asnjë vepër nuk ja pranon atij. Pra në çfarë lodhe, në çfarë gjendje dëshpërimi të madh është ky njeri që është lodh dhe prap ka shpresu prej këtyre veprave se do të ketë diçka në botën tjetër, mirë po në botën tjetër Allahu ka më bën hije plan dhe nuk do të ketë asnjë të mirë. Pastaj Allah po thot ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim. Po tregon pse Allahu nuk ka më bën që përmes këtyre veprave pa dobi në botën tjetër. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Këta janë ata të cilët i kanë mohu ajetet e Allahut. I kanë mohu ajetet e Allahut wa liqa'ihi dhe kanë mohu takimin me Zotin. Fa habitat a'maluhum. E Allahu ja ka bërë rrafsh me tokë veprat e tyre. Ja ka shkatru veprat e tyre dhe nuk kanë më kurfar vlere. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Dhe nuk kanë kurfar vlere dhe rëndësie veprat e tyre në botën tjetër. E pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë deri në vllazën në botën tjetër, dhe kjo është një ajet që argumenton ata të cilët thonë që në peshore kur do të maten veprat, përveç veprave do të maten edhe personi. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë, do të sillet një njeri i madh në ditën e gjykimit do të vendoset në peshore, mirë po ai njeri nuk vlen tek Allahu asa një krahu një mëshkonje. Asa krahu një mëshkonje. Ndërsa tek Abdullah ibn Mesudi është një ngjarje. Abdullah ibn Mesudi ka qenë një njeri i dopt në trup, në fizikun e tij. Dhe ka hyrë tek një pemë për ngatur një frut dhe ka fryrë një erë dhe ja ka zbulu këmbët e tij. Dhe kur të tjerët i pan këmbët e tij të holla, të dobta, filluan me kesh. Pejgamberi alayhis salatu wasalam i tha, mos qeshni, nga se këto dy këmbë tek Allahu kanë vlerë, në peshore kanë vlerë më shumë se sa kodra e Uhudit. Më shumë se sa kodra e Uhudit. Pa shikoj çfarë vlerë ka besimtari në botën tjetër. Edhe veprat e tij, por edhe fiziku i tij ka vlerë tek Zoti shumë. Ndërsa pa besimtari, jo që veprat e tij nuk kanë vlerë, mirë po edhe fiziku i tij, trupi i tij nuk ka vlerë tek Allahu i Madhreshëm asa një krah një mashkonje. Allahu na ruaj. Pastaj Allahu i Madhreshëm po thot: "Dhalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa." Ky do të jetë shpërblimi i tyre. Shpërblimi atyre që kanë mohu, nuk e kanë besu Zotin. E tash po thot Allahu, edhe janë tallë me të dërguarit e Zotit, janë tallë me argumentet e Zotit. Allahu po thot xhehenemi është vend i tyre. Shpërblimi i tyre është vetëm xhehenemi. Pra nuk ka shpërblim tjetër për njerëz që kanë mohu Zotin, që janë tallë me Allahun, janë tallë me pejgamberët e tij dhe janë tallë me argumentet e tij. Prandaj këtu dëshiroj për fond vetëm ta tërheqë një diagonale. Shpesh herë dëgjojmë për shkak të relaksimit të muhabetit, musliman, fetar, ata që falen e agjerojnë, tallën me Allahut përmes tregimit të foreve, përmes tregimit të vicave, ku tregojnë vetëm sa për ta relaksuar muhabetin, e aty përmenet xhehenemi, e aty përmenet xheneti, e aty ndoshta përmenet meleku, pejgamberi kështu me radhë. Çdo lloj tallje, pa marrë parasysh niyetin shekiti, çdo lloj tallje me Allahun, me pejgamberin e tij, me argumentet e tij, njeriu e nxjerr nga feja. Prandaj bëjmë hajgare, ta relaksoj muhabetit me të lejumen, mirë po jo me të ndalumen. Pra çka ki dobiti në qoftë se i ban disa njerëz të qeshin, e kjo bëhet sebeb që ti me dal prej feje. Çka ka dobi? E më kanë banor i përjetshëm me xhenemin. Çfarë dobi e ka? Prandaj ndërun vllazën ti zgjedhin fjalët, nga se ndodh që një fjalë e thu, mirë po ajo bëhet sebeb që në xhenem përgjithmonë ti me qëndru.
Prandaj lutem Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiron. Lutem Allahun e Madhreshëm që të sëmurët tonë Allah të shëroj, të vdekurit tonë Allah të mëshiroj. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.